Kënga e pare e dashurisë së madhe të Hasan Prezës. Në ato qaste kur vajza e re e mbuluar me çarshaf, kalonte qet pranë dyqanit për të shkuar në mektep, së bashku me shoqet e tjera të mahallës, ai e thërriste atë me që kishin e vet në shenjë përshëndetje dhe adhurimi. Ati ndizeshin shkëndijat e një frymëzimi që nuk e linin të qetë. Ajo vajzë ishte bërë kështu objekti i tronditjes së vazhdueshme të tij, por edhe të nxitjes krijuese të pandërprerë, si përpjekje e natyrshme për shpërthyer dhe shkarkuar nga vetja ndjenjat e fuqishme me të cilat ishte ngarkuar. Sa shumë ndjesi të këndshme ka shprehur Hasan Preza në këngët e bukura që ka krijuar, dhe ato janë të shumta, po ashtu edhe origjinale, plot ndjenja, plot freski, plot bukuri. Të gjitha këngët që ka krijuar ai kushtohen pra vetëm një vajze. Është pak e çuditshme, por është e vërtetë. Po, vetëm një vajzë e re të cilën e kishte kumshije. Ajo banonte pranë dyqanit të tij të thjeshtë të këpucëve në lagjen Docej, siç ndodh shpesh në raste të tilla, kur shpirtat të ndjeshëm prej artistit, vuajtjet e tyre të brendshme u akalojnë të tjerëve nëpërmjet artit të vet. Ashtu edhe Hasan Preza nuk mund të mbante mbi supa atë ngarkesë të madhe emocionale kur, duke vështruar nga dritarja, e shihte atë duke dalë nga shtëpia e duke shkuar në mektep. Dhe shpërthente në një mënyrë të përpara ashtu siç dinte ai, duke na dhënë disa nga perlat e këngës shkodrane, njëra më e bukur se tjetra, në secilën prej tyre shprehet dufi i një shpirti të trazuar e talenti i një mjeshtri të vërtetë. Askujt nuk ja tregonte dashurinë e vet për vajzën e re të bukur. E mbante atë ndjenjë të ndrydhur thellë në gjithë qenien e tij dhe vetëm kur ngarkohej shumë dhe nuk mund ta mbante më, nuk mund të përballonte ato trazime të shpirtit, shpërthente në varshe të denja për poetët më të mëdhej dhe në melodi që mund t'i thurnin vetëm mjeshtrat. A shik të bana unë ty muj lule, rezet si hana në zemër mi prune. Edhe strofa e pare këngës A shik të bana, të cilën pak vite më vonë më 1940, mjeshtri Pjetër Dungu me lejen e autorit e titulloi Dështënar të bana në botimin e vet Lyra shqiptare. Në këtë strofë të parë të krijuar prej tij shprehet me mjeshtri ndjenje që e mundon që jep shpresë. Dashurinë e tij për vajzën e re e sheh si një tufë rrezesh të hënës në netët e kthjellta, që ajo ja sjell e që i përshkojnë zemrën e trazuar. Por kjo dashuri e penguar e mbështetur vetëm në një shikim të rrallë të largët, si në një siluetë që duket nga një vend i errët, në një sfond me dritë por të ndarë me perde, atij duket si një rrezë drite që shihet prej larg. Por menjëherë ajo, kur sapo i afrohet, i duket si një angjëll që zbret nga qielli. Ky imazh i ri i saj, kjo pamje që atij ja ndriçon gjithë mjedisin përreth, por që e mbush me dritë e bukuri, e bën të shpërthej. Prej larg më shikove si rrezi e diellit, kur mu afrove, si angjëll qiellit. Ky ishte vetëm një imazh që në shpirtin e tij të brisht, ju shfaq si në ëndër që do ta bëj të vuaj shumë. Gjithnjë, me sa dukej përjetësisht, nuk ka asnjë shpresë se dashuria e tij do trokas sa do pak në zemrën e vajzës që do, në sytë e tij të përlotur. Prandaj shpërthen duke mos e mallkuar, por përkundrazi, duke i uruar mbrojtjen e Perëndis. Tu i kja syt po më rrin, më ka lodh dashnia. Ta kesh moj mirësinë truajt Perëndia. Janë krijuar shumë këngë erotike me tërsinë e korpusit të këngës qytetare shkodrane. Ka vargje me qindra me mira që i këndojnë ndjenjave të holla të krijuesve të tyre, krijuar për vansha që kanë dashur e që kanë një bukuri të rrallë poetike e një mënyrë mjeshtrore të paraqitjes së ndjenjave të holla të tyre. Por ka shprehje më të ndjerë, por edhe më të dëshpëruar se vargu më ka lodh dashnia. Çfarë ngarkesë emocionale ka në këtë varg? Sa pesh ndjesisht të holla e delikate ka mendimi që bartin të fjalë. Na duken sikur janë një sintezë të gjitha vuajtjeve të gjithë të rive që kanë dashuruar e dashurojnë, edhe sot e kësaj dite. E pra në këtë varg, si të gjitha poezitë e këngëve të tij, e ka krijuar një këpucar, një pashkoll që nuk ka ditur as shkrim e këndim, por që ka qenë artist në shpirt. Kënga Dështënar të bana, si një pastirë me një shpirti të vrarë, kërkon mjeshtri për të kënduar, për të përcjellë ndjesitë e holla të autorit tek dëgjuesi i pasionuar. Duhet zë i fuqishëm e melodioz, por vlerat e kësaj këngë nuk shndrohen vetëm në tekstin e saj poetik. Ajo përfaqëson një gjendje të re që ka veshuritë e veta në tërsinë e këngës shkodrane. Është mesi viteve 30,
Kishte mbi 50 vjeç që kishte vdekur reformatori i parë dhe më i madh i këngës qytetare shkodrane Palo Kurti. Ishin krijuar me qindra këngë të reja dhe shkëndoheshin gjithandej. Por kjo periudhë e një rilindje të themi të re të kombit ton, kur kishte ardhur koha për një zhvillim dhe emancipim të mëtejshëm të shoqërisë son, kur çdo element i saj po reformohej, dolën edhe artistë popullor që u bën pasqyrë kësaj faze të re të shoqërisë son. Një ndër më të njohurit e kësaj periudhe ishte Hasan Preza. Vetëm këtë këngë të kishte krijuar dhe do të kishte mbetur në panteonin e këngës shkodrane. Por ai vazhdoi këtë krijimin e tij të parë me këngë të tjera, njëra më e bukur se tjetra. Këtu shndron edhe vlera e tij e veçantë si një reformator i spikatur e i madh i këngës qytetare shkodrane. Referenca: në Shkodër të gjithë këndojnë Profesor Isa Alibali. Kënga